Ishulli urban është njëna prej projekteve e cila është jetike për banorët e lagjës Arbëria, edhe ka qenë njëna prej projekteve po ashtu që jep një identitet jashtëzakonisht bukur kryeqytetit, me hapësira të gjana të mira në atë platon që është duke u ndërtu, intensitetin e punës e kemi rrit, kemi pas pengesa të kundërligjshme dhe politike prej Ministrisë të Kulturës, respektivisht qendrave rajonale të trashëgimisë kulturore dhe atyre inspektorëve politikë që kanë ardhur kështu me urdhra politike dhe... A ka të bëjë kjo edhe me emrin e Ajrull Cekut si kandidat kryetar? Unë besoj që vetëm arsye është kjo. Unë besoj që vetëm arsye është kjo, nuk e di nëse ka të bëjë me emrin e njënit apo tjetrit, por fatkeqësisht niveli qendror është duke i keq përdor krejt mekanizmat që i kanë dispozicion për me bloku realizimin e premtimeve të kryetarit përparim Rama, por që nuk po mundet mi bloku. Asë nuk ka me mujt. Veç nuk mundet, edhe veç kemi mi kry këto, edhe veç nuk kemi mi mundësu luksin me thonë që e blokum, po qëllimi përfundimtar ka të bëj me zgjedhjet e tetorit të këtij viti, pra blokimi me qëllim që me u dështu këto projekte, sepse e kam pa që projektet me gjithatë po ecën. Të kujtot me rrugën A me gjykatë komerciale për sa muj, 7-8 muj e kam vënu, tu mundu me kompliku për mes ndikimeve politike një procedurë të jeshtë dhe që sot është të përfundu rruga. Sot është të përfundu rruga. Po me nëjë sot. Po me marim si shamull. Sokol, po du më nalë të çështja edhe njëna prej unazës qendrore që lidhe... Veç ta thom edhe një... Njëna për ti ka veç që e zgjedh një problem, po urna të... Veç ta thom edhe një detalj për pjesën e ishullit urban. Përveç që do tjetë njëne prej projekteve më të bukura, i ka me shpëtu edhe shumë jetë ose edhe shumë lëndime të qytetarëve, sepse të edhin lagja Arbëria, vetëm një pik komunikuse normale ka me pjesën tjetër qytetit, atë rrethin aty të stadiumi qytetit. Por pjesë tjera, edhe të tash edhim, është popullu pjesa tjetër deri të rrethi ose deri të rruga për Mitrovic, ajo është tashmë pjesa e populluar më shumë, edhe duhemi na ja u mundësu qytetarëve me hec, jo në për binar të trenit. Jo në për binar trenit, edhe mundet mu lëndu, edhe fatkesisht ka pas edhe incidente tragjike, nëse nuk a bëj vitin e kaluar pikërisht aty, sepse